Në bazë të nenit 30 rregullore. Shqipëria u bë vendi i dytë në botë dhe vetëm pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shpall Iranin shtet sponsor të terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste në ndjekje të objektivave të tij të politikës së jashtme. Vazhdojmë me votimin e projekt rezolutës. Kuvendi miratoi me 79 vota pro dhe 1 abstenim rezolutën e propozuar nga Partia Socialiste, që e vë vendin ton direkt krah aleatit strategjik me këtë qëndrim. Kuvendi i kërkon qeverisë përmes rezolutës së sankcionojë si organizata terroriste Gardën Revolucionare të Iranit dhe lëvizjen Hezbollah, vendime të paralajmëruara nga kryeministri Edi Rama. Shqipëria jonë e përbashkët nuk e toleron terrorizmin në asnjë formë. Rezoluta e kuvendit ka një pikë të veçantë ku dënon sulmet kibernetike ndaj vendit ton të marra përsipër nga një grup i dyshuar i lidhur me regjimin e ajatollahëve. Këto janë akte të mirëfillta armiqësore. Qeverisë shqiptare po ashtu i kërkohet të marrë disa masa në luftën kundër terrorizmit dhe kërcënimeve kibernetike. Ajo sot një betejë për mbrojtjen e demokracisë, për mbrojtjen e shtetit të drejtës dhe për ruajtjen e paqes. Në 8 pikat e rezolutës ku Shqipëria e shpall Iranin shtet sponsor të terrorizmit, dënohet veprimtaria destabilizuese e Republikës Islamike, Gardës Revolucionare dhe organizatave të lidhura me regjimin, ndërsa u bëhet thirrje vendeve demokratike e partnerëve për të marrë masa dhe forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër këtyre kërcënimeve. Rezoluta rikonfirmon përkushtimin e palëkundur të Shqipërisë ndaj paqes ndërkombëtare, vlerave demokratike dhe mbrojtjes së civilëve nga aktet e terrorit. Partia Demokratike që bojkotoi seancën e kuvendit me argumentin se nuk ishte thirrur sipas rregullores dhe për ato që i cilësoi agjenda personale, doli me një deklaratë zyrtare ku thotë se si subjekt politik shpall Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste. Ajo cilëson shtetin obskurantist të ajatollahëve si sponsorin kryesor të terrorizmit në botë dhe një kërcënim madhor për paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme dhe kudo në glob. Por kreu i grupit të PS Tauland Balla nga salla e kuvendit i bëri një tjetër lehtësim mungesës së opozitës së drejtuar nga Sali Berisha, të cilët nuk ditën që në një moment solem të një qëndrimi të domosdoshëm urgjent minjëhershëm të Shqipërisë për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk dolën sot me interesin e vogël të javës të njoftuar për një tjetër protest pa krye. Shqipëria ka ndërprer marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe ka dëbuar diplomatët në Tiranë prej vjeshtës së vitit 2022, pasi u vërtetua se regjimi në Republikën Islamike qëndronte pas sulmit kibernetik ndaj sistemeve të shërbimeve shtetërore online.